Hamd falënderimet tona të panumër të qofshin për Allahun Dhul Gjelal. Edhe salatet e selamet tona të shumë të qofshin bi më të zgjedhurin e njerëzimit, Muhammedin alayhi salam, familjen e tij të pastër, shokët e tij të ndershëm dhe mbi gjithë ata që e ndjekun rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër dhe motra, në këtë hutbë të parë të këtij muaji të bekuar, në këtë hutbë të parë të këtij ibadeti madhor, i cili në esencë ka të bën me abstenim, ka të bën me agjerim, ka të bën me tërhiqje, me ndalje, me e quajt ashtu. Vërtet jam në dilemë edhe unë si hoxh se çka të flas në hutbën e parë të këtij muaji. Jam në dilemë sepse isha duke meditu prej natës së pramshit e deri dhe sot para se të hyjmë në xhami. A thu se çka është në gjendje të flet hoxha në këtë xhumo, çka është në gjendje të flet rreth agjerimit, edhe çka është në gjendje ta këshillon veten edhe juve, kur është vërtet shumë i dopt që të ju këshillon diçka më shumë se sa që është duke na këshillu vetë agjerimi i vetëm pak këtyre ditëve që po i kalojmë. Vërtet mendoj se kushdo që i ka kalu këto ditë këtu në mesin tonë, në Kosovën tonë, në xhamit tona, në qytetet tona, fshatrat tona, lagjet tona, mendoj se është vazhdimisht duke bisedu me Ramazanin, është në bisedë të vazhdueshme me agjerimin. Edhe jam mëse i bindur se agjerimi është duke na fol fuqishëm këto ditë. Është duke na fol edhe është duke na këshillu me këshilla të cilat nuk ka mundësi asnjëri prej hoxhallarëve me ia dhon askujt. Është duke na këshillu mendoj në mënyrë praktike secili që vërtet i kemi jetu këto ditë edhe net, e në cilat e kemi padyshim se në mënyrë të drejt për drejt agjerimi është duke na fol. Drejt për së drejti është duke na këshillu. Drejt për së drejti është duke na tregu se vërtet është një ibadet i veçantë, është një ibadet madhor, i cili vërtet është duke bërë të veten brenda ummetit, po brenda edhe kombit ton, po edhe vendit ton biidhnillah, prej Ramazanit në Ramazan, e që të gjithë e dim do thotë se vërtet këto ditë edhe net që po i lojmë, kanë qenë ditë edhe net në të cilat ton e kemi pra se biseda edhe të folurit e Ramazanit nuk është çfarë do të foluri. Të folurit e Ramazanit ton e kemi se i ka bërë xhamit të tona në këtë ditë në namazin e sabahit të duken se janë në ditë të xumos. I ka bërë xhamit tona që në namazin e drekës mos t'i zojnë xhamatin. Ramazani ju ka fol këtyre njerëzve, jo hoxhallarët. Ramazani është duke ju fol edhe është duke i këshillu këta musliman edhe muslimane, e të cilët vërtet janë duke i zbukuru xhamit, jo vetëm me namazin e tyre që po e bëjnë, 5 kohë të namazit, jo vetëm me duat edhe dhikrin që po e bëjnë, por edhe me leximin e Kur'anit, e që mendoj se biidhnillah pak dikush që e ka analizu atë që e ka pa në për xhamit tona këto ditë në kohët e namazit, nga njëherë nga gjys ore, apo edhe 1 orë para namazit, nga njëherë edhe të sa nga gjys ore pas namazit, ma mërmenja se ndoshta nuk e teproj nëse thëmë se gjatë tër vitit ndoshta nuk është lexu Kur'an në këtë Kosovë, sa është lexu brenda kësaj pak jave që ende nuk o plotsu java. Veç brenda këtyre ditëve edhe netve, në aton jemi dëshmitarë dhe po e shohim bereqetin e Ramazanit. Po i shohim mirësitë e tij. Po i shohim se vërtet fadileti i tij është i madh. Çka do që na flasëm vërtet mendoj se është e pakt edhe është vërtet shumë e vobekt në krahasim me atë çka është duke bërë Ramazanin në ne. Ton jemi dëshmitar që vërtet është duke i fol shpirtrave tona dhe zemrave tona para se më na fol dhe hot mendjeve edhe trupit ton. Dhe prandaj po them se jo rastisht pejgamberi alayhis salam na ka njoftuar se çdo punë e birit e Ademit, çdo ibadet me një fjalë që e bën, është për te, me përjashtim të agjerimit.
fa innahu li wa ana ajzi bihi. Në këtë hadith që është hadith kutsi, pra pejgamberi sa po njofton se Allah e ka njoftuar kështu, po thot me përjashtim të Ramazanit, të agjerimit, i cili po thot është ekskluzivisht vetëm për mua. Agjerimi është ai ibadet që bëhet vetëm për mua, po thot Allahu për Allahun xhaleshanuhu. Ibadet në të cilin nuk ka pra dyftyrsi, nuk ka munafiklëk. Sado që inshallah bëjnë lusim Allahun në asnjë prej ibadeteve tona mos të kemi dyftyrsi. Por ja se jemi insan ndoshta dikush ka mundsi nga një herë edhe të bjen në sprovë. Po kur fjala e agjerimi ski edhe me dasht. Edhe me dasht njëri s'ka se si ta bën. Por edhe ajo qiltërsi që e ka agjerimi, ai nur që është duke reflektuar dhët në shoqërinë tonë nga agjerimi dhët i agjeruesve. Ai nur edhe ajo dritë e cila biidhnillah është duke i përfshi inshallah edhe ata që s'po agjerojnë në Kosovën tonë. Ai nur pa dyshim se është duke bërë të vetën. Pa dyshim se kjo dritë që është duke reflektuar dhët në Kosovën tonë biidhnillah, tonë jemi dëshmitar që po vallahi është duke e qetësuar këtë mas, është duke e prej, është duke e afru këtë mas. Tonë jemi dëshmitar këtë ditë, ende pa i përjetu ditë e arshme, se sa prej familjeve që ndoshta një gotë ujë se ja kanë pi njëri tjetrit gjatë tër vitit, këto ditë ja kanë pi nga një gotë ujë. Këto ditë edhe këto net në iftare tona, sa prej familjeve janë afru prapë dhe janë taku. Sa prej iftareve janë ndrun me zveti vetëm gjatë këtyre ditëve. Sa prej zemrave janë zbutë, të cilat ndoshta kanë qenë duke u ngurtësu dhe gjatë muajve të kalun. Po jemi dëshmitar vallahi, jemi tu i pa. Tani para se me hy në xhami, një prej trive më tha, fenomeni ishte edhe vërtet ishte çudi edhe më boni përshtypje shumë. Tha beso, tha o Xhefeni, vetëm tash sot tha diçka ku më ka rënë mend, ku menduhet për aspektin e të keqes që mendon njeriu, si s'm ka rënë mend diçka tha gjatë këtyre ditëve me mendu, tash veç mendova sepse a thu çka ka ndodhur që s'ku mendu. Ishte një fenomen drejtëm ju thon, për aspektin e të keqes që na jemi gjithë në sprovë të vazhdueshme. Edhe po kemi cytjet e shejtanit e kemi kështu. Po tha interesant është se kam hetu veten, s'kam ditë. Tha po sot më ka rënë mend, kam mendu tha pak, a thu çka ka ndodhur me mua, tha që këto ditë beso tha nuk e di veten që një herë ku mendu diçka keq. Tha mendova çka ka ndodhur që s'ku mendu fare keq. Po këto reflektime, këto ndikime i ka ky agjerim. Po i ka ky Ramazani, i ka këto biidhnillah. Këto çudi vetëm agjerimi i bën në ne, edhe në shpirtrat tonë, edhe në mendjet tona. Prandaj edhe jo rastisht është agjerimi pra një shpërblim që pra Allahu xhaleshanu po thoj ka se e ka marrë mbi veti. Ai bëhet vetëm për mua, prandaj edhe unë do të shpërblej robin tim për te, drejt për së drejti. Gjitha ibadetet tjera e dini, Allahu xhaleshanu i ka caktuar me lekë të cilët regjistrojnë. Çdo vepër që e bëjmë, çdo ibadet, çdo bamirësi, po edhe të këqija që bëhen. Por për bamirësit, po janë të caktuar me lekë dhe dim që po starti i shpërblimit besimtarit për një vepër aktive, për një vepër të mirë aktive, është 1/10, siç e dim, ha? Gjitha veprat e mira, çfarë do qofshin ato? Starti i veprës së mirë aktive në Islam është 1/10. Dhe të fish Allahu na shpërblen për një vepër të mirë, çfarë do qoftë ajo? E deri në 70 e kështu me radhë. Po kur o fjala për agjerimin, po thot Allahu xhaleshanu në hadithin kutsi që ky pra është për mua, edhe ky nuk mundet mu llogarit prej melaqeve. As nuk ka të bën me 10, as me 70, as me 700, po është mbi gjitha këto, pra për atë edhe Allahu thot e ka marrë ekskluzivisht që unë drejt për së drejtit do ta shpërblej robin tim, agjeruesin. Së pari inshallah, me mirëqenie edhe me rahati edhe me prehje që po e përjetojmë pra këtë ditë. Tonë jena duke e pa, do thot se efektet edhe ndikimet e Ramazanit janë prezente në ne, në fytyrat tona, në trupin ton, në evlatet ton, në familjet tona, në shtëpit tona, në oborret tona, në lagjet tona inshallah. Me gjithë mangësitë e caktuara që i shohim aty këtu nga pak, po nuk përmirësohen gjitha brenda natës, por biidhnillah jemi ka shkojmë ka ajo. Mos na lodhin shumë disa pika të zeza që i shohim. Mos na mërzisin shumë. Duhet me qenë preokupim joni, por jo të mërzitemi shumë. Ai Zot që është lart atje po sheh. Ai është duke na po.
është duke I pa edhe viktimat tona që I kemi, viktimat të epshit, të pasionit, viktimat të projekteve të ndryshme, të cilat po, edhe në Ramazan, nuk dëshirojnë me I lanë hotrit që me u drejtu ka xhamit. Dojnë që ti ndalin aq sa të munden, por bëjnë një lakjarini, dita ditës jenë ato e pase, është duke u vetëdisu. Dita ditës është duke ju kthy vetes, është duke ju kthy Ramazanit, është duke ju kthy xhamis, është duke ju kthy namazit, është duke ju kthy mësimit, studimit, avancimit, dertit që ta ketë hot për këtë popull dhe për këtë vend. E padyshim se e ardhme e këtij vendi janë këta të cilët janë me dur të përvjedhura me abdes që I kanë. Ata të cilët janë të sejdës, ata të cilët janë të sejdës po edhe të renditjes së dhjetësheve në indeksat e tyre. Po vallahi, kjo është ardhmëria e Kosovës tonë. Nuk janë ata të cilët janë të narkomanisë, të koncerteve e të problemeve e të lasheve, alkoholizmit e këto të cilat, po them se jo se nuk janë, por bi'idhnillah dita ditës tani jemi dëshmitar që gjendja është duke u ndryshu. Gjendja dita ditës bi'idhnillah, këto sejdë do që po bëhen për besimtarëve, këto dua dhe lutje që janë duke I bërë besimtarët edhe besimtarët, ky agjerim që po realizohet vetëm për hir të Allahu xhaleshanuhu, edhe duke mos I harru edhe ata vëllezër dhe motra që janë viktima për fat të keq, padyshim se kjo është duke e bërë të vetën, ngadalë. Nuk duhet, nuk ka vend për dëshpërim, nuk ka vend për pesimizëm. Ja se po duhet ne gjithmonë vërtet kur mos me qëndrum pikë dhe mos me mendu se e kemi arrit kulmin, por me shku dhe me hez vazhdimisht, me ditë se po bi'idhnillah këto efekte që janë, gjithë jemi pjesëmarrës, gjithë e kemi përgjegjësinë tonë. Secili prej nesh le ta shohim se sa po I ndihmojmë këtij aspekti pozitiv. Sa jemi me një fjalë element që ne vërtet po bëhemi sebeb për të përmisu, e që nga një herë vërtet duaja bën çuditëra vëllezër. Duaja që del vërtet nga zemra, edhe e cila nuk I ka pengesat eventuale në rrugë, e që janë jo të pakta. Pengesat që I ka duaja në rrugë janë të shumta, na toni dim, s'është rani që ndoshta me fol për to, por nëse I kemi evitu pengesat, që duaja jonë me mbrim në qiell, mos me ndal diçka brenda xhamis, mos me ndal hët kupolla jonë këtu në xhami, por më shkurt ajo me depërtu. Nëse I kemi evitu pengesat, bi'idhnillah duaja bën çudi. Duaja bi'idhnillah, Allahu xhaleshan nuk e refuzon duan e mu'minit, e besimtarit edhe besimtarës që vërtet janë të sinqert edhe I kanë evitu pra pengesat, I kanë evitu minat eventuale që I kanë në rrugë. Prandaj edhe vërtet jemi ata të cilët mundohemi pra që përmes agjerimit ne të reflektojmë, përmes agjerimit neve të avancohemi, mos të jemi ata të cilët kemi qenë deri në natën e Ramazanit. Prej tani na kemi vendos me qenë tjerë. Jam I bindur që secili prej nesh është duke u mundu që çdo ditë të Ramazanit me dallu nga ajo që ka qenë më herët. Nëse ne vërtet nuk jemi me diçka të veçantë në Ramazan, nga ajo që kemi qenë deri në natën e Ramazanit, ne nuk e kemi kuptuar Ramazanin. Unë jam I bindur se secili prej nesh bile diçka nga recatet kemi shtu në Ramazan. Diçka nga Kurani, pra si thashë që është evidente, kemi shtu në lexim, edhe në meditim, edhe në hulumtim. Jemi ata të cilët bindna në aspektin e bamirësisë, në aspektin e dhënjes, në aspektin e përkrahjes, se s'kam norve, jetimve e kështu me radhë. Jemi që vërtet mundohemi, diçka secili prej nesh me kontribu në këto drejtime. Jemi ata të cilët po edhe veten sidomos me avancu veten pra në aspektin e asaj që është qëllimi I agjerimit. La'allakum tattaqun. Ajeti 183 I surës Al-Baqara, pra Allahu po njofton se qëllimi I agjerimit është devocioni, shtimi I devocionit, I devotshmërisë, avancimi I vetvetes edhe ngritja e vetvetes në aspektin e devotshmërisë, e jo qëndrimit në pikë e Zoti mos e voht eventualisht edhe kthimit mrapa. Por gjithçysh me agjerimin ton, me Ramazanin ton, neve do të hecim, do të ngritemi, do të reflektojmë bi'idhnillah. Pra edhe për atë edhe hadithi I mirënjohur që zakonisht e përsërisim dohet në fillim të Ramazanit, pejgamberi sa jo rastisht të pas parasysh këtë qëllim që e ka agjerimi në ne, ka porositë dhe ka thonë men lem yada qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharabahu. Ai që nuk I lën fjalët boshe, fjalët e kota, bisedat e pavena,
gibetet, tashëthemet, gjëra këto edhe vepruarin sipas tyre, thot le ta din se Allahu nuk ka nevojë çaj me lan ngrënien edhe pirjen e tij, ushqimin edhe pijen. Nuk është qëllimi i agjerimit veç me na shiqua Allah se sa po durojna pa hangër e pa pi. Jo, qëllimi i agjerimit pra është që vërtet ne pra të avancohemi në devotshmëri, të avancohemi në të shprehur, në të folurin ton, të avancohemi që të mësohemi mos me ngrit zanin. Kur të jetë dikush prej jush agjerueshëm, ka thonë pejgamberi alayhis salam, fala yarfath wala yaskhab wala yajhal. Kur të është dikush prej jush agjerueshëm, thot mos ta ngrit zanin. Të jemi ma të qetë, të jemi ma të afërt, të jemi ma të prehur me zveti. Mos i ngritni zanin pa nevojë. Mos të jeni prej atyre që edhe bëni vepra të liga të shëmtuara, sepse ato nuk duhet as jashtë Ramazanit, si në Ramazan. Po edhe nëse eventualisht dikush thot ju ofendon, e që ndodh në jetën e përditshme. Apo edhe ndoshta edhe kërkon edhe konflikt, thot ju thuni inni saim. Unë jam agjerues. Nuk kam punë me ty. S'kam kohë me hum, domos jam duke bërë dhikr, jam në lutje, jam më shkurt në lidhje me Allahun xhaleshan, nuk jam i interesuar për telashe, probleme, ngritje zërje, zënka e këto nuk më përkasin mu. Le të mundohemi pra që vërtet, m'ia dhon kuptimin e agjerimit. Me i dhon kuptim çfarë vërtet duhet ta ketë që është kuptim universal, shumë dimensional. Agjerimi nuk është vetëm abstenim pra, po është më shkurt një ibadet që vërtet e ngjall tërë qenjen ton. Na bën që ne me qenë pjesëmarrës në te me gjithë qenjen ton, edhe me sytë ton. Duke i kursy këta nga serialet e ndryshme e televizionit, sa në problemet cilat me vërtet mendoj se duhet të ndalemi edhe të ishpallin luftë televizionit gjatë këtij muaji që vërtet vetëm në momente të pakta ndoshta me hub kohë apo me fitu ndonjë ligjërat të mirë apo ndonjë lajm apo ashtu me radhë. Përndryshe është e udhës vërtet që mos të humbim kohë me televizionin. Po edhe me ndëgjimin të ndëgjojmë atë që është hajrë, që është mirë. Ti kursejmë këta vesh nga ndëgjuarit e asaj që vërtet nuk e dëshirojnë këta, po na i maltretojmë ndoshta nga një herë. Po edhe këmbët tona mos hesin pos aty ku Allahu është i kënaqur. Edhe durët tona mos lëvizin pos me atë që Allahu është i kënaqur. Edhe tërqenja diun. Pra, rreth jemi ata të cilët vërtet e ngjallim pra këtë muaj edhe i dhojmë kuptim agjerimit të Ramazanit, ashtu qysh Allahu xhaleshanu dhe pejgamberi alayhis salam pra kanë kërkuar prej nesh. E lut Allahu xhaleshanu që vërtet të jemi agjerues të këtill, agjerues të cilët vërtet po e ndëgjojnë agjerimin duke ju fol. Agjerues të cilët vërtet janë duke ndi pra frymen edhe nurin edhe dritën e agjerimit, i cili bi'idhnillah po padyshim do t'i shëndrit vetëm me përjashtim të atyre që refuzojnë gjë të tillë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu samiun.